Atëherë vazhdojmë. Historia e shkencës është e gjatë. Për të kanë kontribuar popull të shumë që i përkasin kulturave të ndryshme. Egjiptianët e vjetër besonin se dielli ishte perëndi dhe shëtiste në qiell me varg, meqense dukej sikur në dielli lëvizte në qiell gjatë ditës. Grekët e vjetër, para rreth 2400 vjetësh, filozofi grek Aristoteli sugjeroi se dielli dhe planetet e tjera rrotulloheshin rreth tokës. Para rreth 1500 vjetësh, astronomi indian sugjeroi se toka lëviz në boshin e vet dhe që formon ditën dhe natën. Astronomët arab, para rreth 800 vjetësh, vrojtuan planetet me ndihmën e observatorit. Atëherë, gjeni se cila ka qenë renditja e planeteve sipas astronomëve të vjetër dhe bëni një kronologji të gjitha ideve të reja të zbulimeve. Viti astronomik zgjat aq kohë sa i duhet një planeti për të bërë një rrotullim në orbitën e vet rreth diellit. Viti ka 365 ditë, por një herë në 4 vjet, viti ka 366 ditë dhe quhet viti i brisht. A jemi ne si vjet në vitin e brisht? Stinët dallohen mes tyre nga temperatura dhe gjatësia e ditës. Sa stinë ka viti ynë? Atëherë punojmë. Si quhet një cikël i plotë i rrotullimit të një planeti rreth diellit? Për sa kohë rrotullohet toka rreth diellit? Modelojini orbitën e tokës rreth diellit. Si ndikojnë stinët e kafshët? Vizatoni një kalendar për çdo muaj të vitit. Mësuesja ju uron punë të mbar.